أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Kështu si ajk peqet, shë sa mire pun. As mirë ti qëta me pun. Hajde Enes, më nalën gjys. Enes? Alo, si? Fëmijë qësh janë? Mirë që të tu halit si gjithë. A u lodhe ti? Pa hja dhe shumë sot. Ti qka banë? Sa në ty beqet të këqyrë që të kesha me buhë për bukë. Pa ani, hajde ma si s'ki mu vënu shumë. Po, keshtu ardhë, po... Duhet be me njëni punëtor mu taku, që një orë ma mërë me një shivanona. E dita si gjdo dhe tjetër, e di. Hajde për qafej fëmijët, hajde. Hajde po, hajde. Hajde, se zdi që ama nale bilet që am hupi. Po e mirë mu dëk me bu. Ma që kur hajrin s'ta pash. E ndret mos e ngos qatë qik. Hisë ti ma. O e ndret! Alo? Falë Enes. Edit, a du të me mane se për shpej? O jo, heq kur gjo mos merë. Veç hajden shpe se dojnë më më tranu që ta fëmi, as bukën s'po mlojnë me bu. Po, ma... Ngo, para orës 4, muj më konë shpej se du të mi shkrytë dokumente, vado. A ti në qka? Heq mos hajde. Krejtli, heq mos hajde. Unë nuk po di qka më të thonë mu ty. Po hajde më së bë nervoz, be që kemi bë nervoz, ato fëmijën, pa u halitët të nuk rritën. O, mu fëmija i madhë është të më bo nervoz, o Enes. Nuk po mbojnë fëmija e mi nervoz, po ti e të më bo nervoz. Gjdo të detu vënu njejtë. Hajde, inshallah, hajde se bëhet mirë, hajde. Hajtë. Zot shto ma sabrin, zot shto ma sabrin.
Oh, sa e bukur, oh, sa frukt e mira. Oh, Në të shëf, nëllë. Sa e mirë, këshire be, këshire. Jo, unë pesho të nditën. Të nditën në një qëtë pesho këta sa është e mirë. Po ty apo të bjen mend që ki fmina i konë? Më është ta ma shumë sekret. Mas shumë të shkeme në i fmit. Po bre pesho, sa shumë pi menon fmiti. Veç a i ki idente, sa shumë i merë malli këta dhe sa shumë mërzitën për ty të nditën pa konë të këto. Edhe plus asaj, edhe kur dënë me orë, vënosh ka një orë. Anite, ako ma keq se këto? Se ty e se unë, ako ma keq, normal që ka. Diçka të bo, që është tragjike të madhë. Me fajtonin, unë e përbëj tragjike edhe të madhe, apo? Marre. Pse kush? Marre, heq mos mi hap syt. Heq mos mi hap syt. Repusha pak e nes. Edhe du të me dojnë me l'blin na i harqa, na i dishka nesër dita e po Ramazan sen s'kam. More, këtu jam, ku jam të shku? A jetën po me fmit? Këtu jam. Shëqër që e erdhe, ma në fund. A jetën po me fmit. More, këtu jam, këshirti, qka do të preka diti krejtë edhe shkojmë, kur të i shkojmë. As nuk pushoj bile heq. Qka jetu më dhimt? Që ka mami? Ha? Që ka mami? Hajde, Enes. Je ditë që të bom? Qysh je? Sen që të në shpe, të mirë me fmi, po menoj që ka me bu iftar që tash. Po mirë, shiqër që i kemi edhe ata këzonë. Po fëmijën edhe ata këzonë që e Ramazan. Ramazani, valla. Po, sot dita e parë, bile, e ndrite është të ngjenu sot. Menzës po prat mu bo koha me ullë bashkë me ungër iftar. Po bash, sot unë s'muj më konë me fëmijët e me ty për iftar. Bora, shkaj qysh për thu më falë? Bash sot po thamë s'muj më konë për iftar, a dimbre sa keqe të mondë. Veç pak, sot ti nuk mund është marrë për iftar në shpe, a? Jo, s'ka shumë. Ditën e parë e nes nuk mund është ti me ardhë në shpe tone, me fmi tu, me gru tone, me ongër iftarin e para, a? Jo, s'ka shansa, se duhet me shku në dëvan me këshirë, më kanë bo problem diçka për malin, ku e di çka kanë bo, e për që ata bile tira për me t'informu. A je normal që ka i të më thonë ti mu? Mu se prek. Tira me t'informu. Ti më thirë mu më informu që nuk vjen ditën e partë Ramazanit me kry në shpetone me fmine tu. Nga mirë qa po tëmë. Në shpedu më të po. As edhe një diskutim. Në shpedu më të po. A ti shka? Zoti ka boll juve. Mam, a ka marrë babi? Jo, babi juj nuk mundet me ardhë, se shumë biznismen i madhë edhe nuk mundet kërqysh iftarin e partë Ramazanit me bo me shpet vetë, po do të me bo me... Ty pisti këfa subhun Allah. Ju e vlad. Vetë kena me hungër si gjithë, si iftar, si pa iftar na njejt e kim. Po, ban për një 3-14 vejta, 15, bani 15 përci. Hajde, famdesh shumë. Po, bjerë direkt ati, hajde. Hajde, mami, pu. One gjallin tëmbe, bre. Shpirt ko, babi, valla po. Hiç sot të të munu. Ma mirë e të e qu ditën se ata të më dhajt bile. Hiç se ka... Sa të e kuptu ba gjërimin, hiç. Hiç mos i fol djali jem. Se as nuk e meriton as një pik mi fol. Se nuk e meritoj? Me djali jem është. Qka i kom bo kesh në këti, kur gjo hiç? Me të natë mirat. O bab,
Unë kum pat qef me bo Ramazanin krejt bashkë. Shte dhe ti e kapte që gjeqës që më kona? Mirë be baba, hajde be bire se ka dhe edhe 28 ditë tjera janë. Shte për një ditë dini mu kapën, e ti kushta ka mu shmenën. Po, dhe 28 ditë tjera janë djali e ma pëshe, apo për që di, asë njëherë nuk kthejet apet dita e parë. Si sot më kujtohet kur na mledh ke baba, e na që t'ken sofer u kënat shim të kesh. Qka s'na kalzejke? Gjithmonë na mledh ke, sidomos ditën e parë të Ramazanit, e ti kërka heq. Gjumi baba jëtë për veti, sa mirë ju pas ka mlet, ju pas ka të bu, ju pas ka këshilu, ku t'kete baba, sot që është. Që t'kujdesën për fëmijën e vetë. Po ti edhe t'ka dëku mirë, edhe t'ka këshilu mirë. Mirë t'ka raja. Mami, Bravo, dritë. E tregon shembullin e babës vetë për anë pozitivet. Ti e gabim. Ngojnis. Ti duhet më kallëzu mu. Ku je të shku gjdo ditë? Prej punës, 1 orë gjdo ditë zotit t'i vonohesh. Bora! Se jetu e hongër të shirë i babës tonë. Ti kimi kallëzu grus tone ku shkon gjdo ditë, ka 1 orë zotit që më vonohesh këto. Ose për ndryshe une nuk muj mo. A more vesh, edhe nga mirë që apet tonë. Veç pak, Endret, meri qikën dritë të dhoma jote. Endret, mere qikën dritë të dhoma jote më shpejt. Nuk muj me tregu. Nuk mund është më tregu? Nuk muj me tregu. Nëse ti pra nuk mund është më tregu, atëherë une as edhe një kafshat që ta kum përgadit, nuk ta bëj halal në këtë Ramazan të shajt. E ti bënja qyshtush. E të më gushtu fort shumë. A, po më këshirë si aja? Je të më gushtu fort shumë. Edhe ti mu jetu më gushtu fort shumë. Deri sot këm duru, më kafsh burë, që të në tavolin që ka ki. Ose për ndryshe, as edhe një pik uji halal nuk ta bëj. Nga. Kur vjen puna te mundi ushqimi që e ban Ramazan, edhe s'ma ban halal, jetë më detyru pa tjetër me tregu. Edhe pse, si njerën mat afer që të kam. Kur s'kom pas me tregu as ty, po as edhe s'dive kanë me krasu dikan tjetër. Këthej edhe ngom mirë. Gjdo dit, ka një orën që t'kom mungu që s'kom marrë në kohë. Unë, prej punës, edhe kom shku i kom vizitu, do jetima që nuk kanë as bab, as non, as nuk e njef kush janë, as nuk e din kanë e kanë bab e non. Ako jeni bre, o mashallah, 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 ollë, që është të ushtu? Anë ishte shafta. Që kështë të ishtë në fond? Ju dua shumë. O, ma të mirë, të dhe ne ju dojna shumë. Ajde, kush ka me shkritë që tjetër? Apo nëne? Ajde, ti. Jam familiarizu me ato. I kom bo si fëmijët e me. Ato gëzohen shumë kër më shofin. A për iftarin e parë, djetë që s'jëm konë. Vetë vendosa mësë më konë me fëmijët e me. Po vendosa më konë O Zot, për ty agjeroj, në ty besoj, dhe me të mirat e tua, iftarin e filloj. Ajde, Zot i ka punë, bismillah.
iftarin e parë kemi ngrënë bashkë aty. Që këmë? Ma bën halal se edhe na gratë me ti qojmë ku s'bën heq. Pa edhe ti u dash me kallëzu bre burri jam. Mos më mlon mu me nuk shtu keq. Atë mirë që e bëj për Zot. Nuk e bëj për me ditë gruaja eme dhe ke kush ka dikur tjetër. Vetëm për tu me Zot e bëj. Për mu nuk është kur gjo ma me vlerë me pon këtë botë se sa kur i shoh buzëqeshin atyve kur hija dhe kur buzëqeshin prej gëzimit kur më shohin. Nuk punësh me paramendute kur e qeli derën atë edhe janë mësu çdo ditë me bo. Çfarë ftyra të bukura she. A e bujmë kështu? Nesër, kismet, unë e bëj krejt iftarin, i marim fëmin edhe shkojmë bashkë. Kanë më gëzu ala dhe ma shumë se kërkun shku vetë. E bojmë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderoj, salatat për shëndetit Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj. Të ndëruar vëllezër dhe të respektuara motra, padyshim që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, jemi dhe njeriu veprat e mira duhet t'i shtoje. Dhe t'ju them të vërtetën këtë tematik për të cilën e ka përzgjedhur vllau jon Enisi që të flasim, është një temë e prekshme. Një temë ndoshta që në fillim të Ramazanit mund të jesë edhe më e prekshme për arsye se secili prej nesh kemi ndoshta në familje, kemi në shoqëri, kemi në kujshillok, që thot populli, dhe kjo është një temë e prekshme padyshim. Njeriu në këtë jetë padyshim që mund të sprovohet. E një ndër sprovat e kësaj jete është për me pas në kujdesin e dikonin që është jetim. Dhe me pas dikonin që është jetim në kujdesin tan apo mu kujdesti në mënyrë vullnetare, është një vepër shumë e pëlqyeshme te Allahu subhanahu wa taala. Bile në shumë ajete kuranore, Zoti i Madhërisht na drejtohet ku thot jepni lëmosh njerëzve të vobek, fukarave, mesakinve dhe kujdesni për jetimin. Dhe këto ajete të cilët shumë Zoti i cek në për Kur'an, janë ajete të cilët i nxisin besimtarin që të jesë bamirës i kujdesshëm për jetimin. E sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit ku besimtari duhet ta shtojë dozën e kujdesit për këtë kategori shoqërore. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë për jetimin? Ka thonë ana wa kafil al-yatimi ka hataini fil janna. Unë dhe kujdestari, ai i cili kujdeset për jetimin do të jemi kështu afër në xhennet. A ka vepër më të mirë që njeriu me shku me përgdhel kokën e një jetimit? A ka më mirë se njeriu me shkue mi a thonë një fjalë të ëmbël e cili ja zbut zemrën dhe dhimbjen dhe mërzien një njeriut, një fëmijut, të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra. Në këtë Ramazan shumë sofrat tona i kemi ndasha përplot me familjarët tonë, me prindërit tonë, me vlatët tonë, të cilët ndoshta i kemi bashkë. Mirë po ka dhe shumë sofra të cilët sot në këtë ditë nuk e kanë babën edhe nanën afër. Andaj duhet të shtohet kujdesi jonë ndaj tyre. Duhet ta jemi mirënjohës ndaj Allahut, që Allahu na ka dhënë neve këto të mira të cilët fëmijët e tonë i ndajmë bashkërisht me neve. E kur ne nuk i posedojmë, atëherë mendojni dikush tjetër i cili ndoshta është në të njëjtën pozitë edhe më të keqe se ne.
Andaj lut Zotin e Madh çdo jetim, Allahu zemrën e tij ta zbute ya Rabbel Alamin. Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam tha i cili kujdeset për jetimin dhe shkon dhe përgdhel kokën e tij për çdo kime të flokës së tij që ai e përgdhel i bin mëkatet atij njeriu. Vetëm përgdhelja ka na sevap. E çka mbet me bëmu kujdes edhe më shumë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili kujdeset për jetimin apo për një gruaje të ve, është sikurse ai i cili lufton në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Apo me një hadith tjetër ka thonë, sikur ai njeri i cili falet namaz natë të natën dhe agjeron të ditën në mënyrë vullnetare, jo farzin, sikurse Ramazani. Andaj, mundohuni që ta shfrytëzoni këtë muaj, të jeni bamirës sa më të afër, t'i largoni paragjykimet, sidomos i drejtohem nanave, motrave tona, që ndonjëherë ndoshta burri në mënyrë që ta fshehë sadakan e tij, nuk ja shfaq as atyre, t'i largoni paragjykimeve e ata familje të cilët ndoshta kanë Allahu ju ka dhënë bollëk dhe shohin që prindi i tyre është duke ju dhënë, le të jenë të kujdesshëm. Mos t'i harxojnë ato para, mos të mundohen që të jenë të tepruar në harxhime, po të mundohen ta ruajnë atë shpenzim të babas së tyre, të prindërit të tyre, duke munduar që bashkarisht të kontribojnë tek një jetim të një njeri i cili ndoshta ka nevojë për një buzëqeshjen tonë, ka nevojë më ia ndoshta një kesë me ushqim, ka nevojë që ndoshta një fletore më ia blej, apo një telefon, një tablet, dhe këtë këto mundën më bënë në mënyrë vullnetare, nëse kemi vullnet si familje. Andaj, lut Zotin e Madh që Allahu na bëjë për atyre të cilët kujdesemi për jetimin dhe kujdesemi për atë të cilin e kemi ndoshta në afërsien tonë, për arsye se pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që të kujdeset edhe për njerëzit të cilët nuk janë nga feja e tij, mirë po pa dallim feje, edhe nëse është jetim dhe është nevojtar, duhet besimtari në këtë muaj sidomos të interesohet për ta dhe të i kujdeset në kujdesin e tyre. Lut Zotin e Madh gjithë jetimet, Allahu zemrat e tyre, Allahu t'ia zbute dhe neve të na bëjë nga banorët e xhenetit dhe të na bëjë për atyre të cilët bëjnë bamirësi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ky projekt sponsorizohet nga